Dhe ne po themi, kryeministri Rama po thot, e ka thënë disa herë, nuk është herë e parë, po thot, ore ne pranojmë tym edhe pa të drejtë vetoje. Nuk e duam veton, po tham t'ju pyesim ju njerë, se po s'kishim kohë. Realisht nuk kishim një numër telefonit tuajnë që t'ju merrin telefonin dhe t'ju thonim orë si mendoni ju për këtë, po 0900, se për ty kam këtë numrin, për ty Albana, pa dyshim. Dhe pa pyetur dhe për strukturat vendore, pa pyetur dhe për këtë, pa dyshim. Edhe se kishim këtë mundësi, nuk e kishim këtë mundësi. Pa përmendur. Shtu që sa i përket marrëveshjes, ne do ta votojmë. Ne do ta votojmë marrëveshjen. Zoti Bardhi uluni. Zoti Bardhi. Çfarë 0900? Çfarë? Zoti kryetar. Zoti Bardhi uluni. Uluni, lejoni të përfundoj fjalën dhe pastaj merrni fjalën për replikë. Uluni. Ta mbaroj fjalën dhe pastaj. Si nxirë jashtë, do më të nxirë jashtë. Uluni të mbaroj fjalën dhe ngrini pretendimet tuaja pastaj. Zoti Bardhi, mua mos mua hakre ashtu, e para, e dyta, fjalori që keni përdorur ju këtu, as nuk ka të krahasuar me çfarë është thënë dhe us duat mbaj anën askujt, dakord? Po ju jo, nuk ju takon ju të bëheni si të prekur, sepse keni thënë këtu fjalët që unë deri më sot nuk i kam dëgjuar ndonjëherë këtu me vesht e mi, dakord? Ti, Gas Bardhi, sot ke thënë fjalë që unë nuk i kisha dëgjuar sa vite kam në parlament. Fjalët më të ulta që si ka as fjalori. Keni thyer gjithë familjarët e kolegut. Dakord? Edhe bën kështu si i mërzitur ti për një numër telefoni që nuk po e lejon ta sqaroj. Mua mos ma bëja dhe mos trego gishtin ashtu. Dakord? Se nuk takon. Sepse nuk ke folur si deputet, ke thënë fjalët më të ulta. Zoti Balla, fjalën për sqarim. Nuk të marr lej ty se të fjalën, po zoti kryetari i kuvendit, kërkohet Zoti Balli fjalën edhe ulu atje sepse e duke thyer rregullore. Me gjithçka kam thënë unë sepse nuk ka lidhje fare asnjë fyrje, bëhet fjalë për një numër telefonik që në Bashkimin Evropian merret për të marrë informacion mbi Bashkimin Evropian. Kaq është e thjeshtë. Kush ka nevojë të marrë informacion mbi Bashkimin Evropian, ka një numër Green Line ku ti mund marrish informacion për vendimarrjen e Bashkimit Evropian. Sa i përket keq informimit
nëse kolegja Vokshi ndihet e fyer, unë I kërkoj ndjes. Por nuk ka asnjë isha duke folur për reformën në Bashkimin Evropian. Ja ku e keni numrin me 0900 të Bashkimit Evropian, ku çdo qytetar I Bashkimit Evropian merr informacion për vendimarrje në Bashkimin Evropian. Kush do që ta përdori këtë situatë për të nxitur protestat, për të frymzuar dështimin e protestave, le ta marri. Zoja Vokshi, nëse ndihesh e fyer nga fjala ime, edhe një herë ndjes. Ndërkohë zoti kryetar, për të gjithë atë lum rrugaçi të një njeriu që nuk njeh as din, as iman, as familje, sigurisht që unë edhe për dëmtimin e pajisjeve të folit. Zoti kryetari I Kuvendit në këto kushte, si kryetari grup parlamentar, kërkoj ndërprerjen e seancës deri kur të rikthehet normaliteti në sallë. Ndjes nëse dihet dikush I fyer. Faleminderit. Tani mbas ndjesës së zotit Balla, lutem vazhdojmë seancën, zini vendet dhe mos e përdorni si pretekst për të prishur seancën. Është zonja Vokshi që duhet të flasë, jo ju. Nëse këtu kemi një ndjes të zotit Balla, kemi dhe një sqarim, nëse jeni të interesuar të vazhdoj seanca, si asnjë ndjes, se nuk do ti zoti Balliu, nuk do ti ndjes se ti mbase këtë situatë do. Dakord? Është kërkuar një ndjes ndaj zonjës Vokshi. Ti nuk e pranon, por nuk pyetesh ti në këtë rast. Pushim derisa të vendoset qetësia në sallë. Ju lutem uluni. Të rifillojmë seancën. Një minutë tani, mos vendosni kushte, se si vendosni ju kushte. Zoti Balla ka kërkuar fjalën për sqarim të situatës dhe më tej të gjitha procedurat janë në duart tuaja. Ka një rregullore dhe mund të vazhdoni. Tani zoti Balla ka fjalën për sqarim nëse keni kontestimin tuaj, vazhdoni me procedurën, po tani s'mund mohoni drejt në fjalës së njërit apo tjetër. Cila është rregulloria? Rregulloria është që nuk ka asnjë nxjerrje për jashtë automatike. Nuk ekziston kjo nxjerrja jashtë automatikisht, nuk ekziston. Masat kanë të dëgjojmë një sqarimin, ju lutem tani dhe mos e vazhdoni më. Zoti Balla. Jo, nuk është e vërtet. S'është e vërtet. Nuk ka masë të tillë. Lere këtë, se sa e çdo ishte dora që nga koha e kompanisë Shqiponja, ashtu që se keni suka. Megjithatë, sa I përket marrëveshjes me KFV-n, të paktën to 20 vite kam pasur rastin që gjithmonë ta falenderoj Republikën Federale Gjermane, e cila përmes këtij mekanizmi, jo vetëm financiar, po unë do ta quaja transformues, I ka mundësuar Shqipërisë projekte shumë të rëndësishme në sektor jetik, qoftë kjo që lidhet me ujësillsat, kanalizimet, me linjat e transmetimit të energjisë dhe të gjithë e majmë mend një pengmarrje të një projekti nga qeveria e fundit e juaja, e cila besoj I kujtoni arsyet përse pengonit projektin e KFV-s për pavarësinë energjetike të Kosovës. Bëj fjalë për një projekt ku
i birit parit tuaj ndërhynte për të penguar projektin e KFV-s për lidhjen energjetike dhe pavarësinë energjetike të Kosovës. Është fakt, hyrë në Google dhe kujtoje atë fakt. Dhe me ardhjen në pushtet Partisë Socialiste, u zhbllokua dhe falë kësaj qeverie, për herë të parë sot Shqipëria dhe Kosova shkëmbejnë energji elektrike mes njëri tjetrit. Dhe nuk është vetëm ky projekti KFV-s, nëse do t'i përllogarisja në total, shkojnë gati 1.3 miliard euro, ndihmë drejt për drejt e Republikës Federale Gjermane, që gjej rastin t'i shpreh mirënjohjen, edhe si kryetari i grupit të shumicës parlamentare, edhe si një prej anëtarëve të grupit miqësisë mes dy vendeve tona, sepse e vërteta është që Gjermania është sot e para sa i përket ndihmës së drejtë për drejtë. Dhe ajo që sot bie në sy është që nuk ka një dallim se kancelari është nga e djatha Kristian Demokrate apo deri para një viti nga Social-Demokratët, sot të dyja palët në bashkëqeverisje me njëra tjetrën, e vërteta është që Republika Federale Gjermane mbetet një mbështetëse sa ekonomike, financiare, por dhe një mbështetëse aspiratës tonë për anëtarësinë në Bashkimin Evropian. E dyta, unë ndjeva i nderuar sot të kuptoj se sa e madhe është diferenca jonë me ju. Në një aspekt ku ju nuk e kuptoni më se ju ka zënë syt, lutem, nuk e kam, po do ta them, për të kuptuar diferencën, Bujar. Po. Tajtë do të kuptoj. Bujar, më vjen keq, unë nuk ju ndërpres asnjëherë. Edhe se gjoja njërën që i fliste ke veshi, doktorin cili në këtë moshë edhe e marrin qafë, edhe i thoshte që ka bërë një artikull Edi Rama me Vučićin, pa ditur fare se kush është qëllimi i atij artikulli dhe pa ditur fare se çfarë interesi është në këtë moment. E dini pse? Sepse sot ka një debat, ka vetëm një debat në Bashkimin Evropian. Debati sot është nuk ka zgjerim pa reformim të brendshëm të Bashkimit Evropian. E vetmja çështje e mbetur pezull. Dikur, ajo që quhej enlargement fatigue, ishte që fajin e kanë vendet që po vinë. Tani, vetmi diskutim që bëhet është që jo, vendet kanë përparuar, por ne kemi disa probleme të brendshme, të cilat pa i zgjidhur këto probleme të brendshme nuk mund të lejojmë vendet të reja që hyjnë. Ky është diskutimi që ta mbaroj të lutem, ti nuk hyn në radarin tim për t'ju përgjigjur për këtë i shqetësim. Tani, dhe ky është diskutimi dhe i thuhet ju Bashkimi Evropian së fundmi ka hyrë në një krizë vendimarrje sa i përket çështjeve të politikës jashtme. Mjafton një vend antar i Bashkimit Evropian, nuk po përmendojmë për të qenë korrekt në aspektin diplomatik, që po jo më se nuk është aty fare, unë po flas për politikën e jashtme, një vend shumë mik hyni, Hungaria ka kushtëzuar një vendimarrje të caktuar për një politikë të caktuar. Dhe sot Bashkimi Evropian nuk merr dot një vendim për një çështje që lidhet, besoj, për çështjen e financimit të Ukrainës. Dhe europianët me drejt tonë, shiko, ne nuk mund të vazhdojmë më të jemi një institucion, ose një organizëm, ose një bashkësi shtetesh, ku për të marrë vendime na duhet vota unanime 27 vendeve. Dhe thot, pa zgjidhur këtë çështje, ne nuk mund të pranojmë vende të reja. E dyta ka një diskutim në Bashkimin Evropian që thot, ore sa komisioner do kemi, sepse do vi dhe Shqipëria dhe Malizi dhe duhet të shtojmë komisionerët.
E treta është si do t'i bëjmë strukturën vendimmarrëse. Dhe sa më pëlqeni, po ta mbaroj. Dhe ne po themi, kryeministri Rama po thot, e ka thënë disa herë, nuk është herë e parë, po thot, ore ne pranojmë tym edhe pa të drejtë vetoje. Nuk e duam veton,